Drejtoria vendore e policisë së Shkodrës ka reaguar pas publikimit të një video në rrjetet sociale ku shfaqet një automjet me logon e një kompanie që hell mbetje në lumin Buna. Pas hetimeve nga Komisariati i Shkodrës u identifikua 31 vjeçari me inicialet KG, banues në Shkodër, i cili u procedua penalisht për veprën penale ndotja e ajrit, e ujrave dhe tokës. Mbetjet e hedhura i përkisin kompanisë ku ai punon, që ushtron aktivitet në përpunimin e mishit të pulës. Policia, duke falendëruar qytetarët dhe mediat për bashkëpunimin, i fton të vijojnë denoncimet, duke garantuar anonimat dhe reagim të menjëhershëm. Ndërkohë, në 24 orët e fundit, specialistët e seksionit për hetimin e trafiqeve proceduan një 30 vjeçare banuese në Shkodër për veprën penale trafikimi mjeteve motorike, pasi automjeti që zotëronte rezulton i vjedhur në Francë. Mjeti u sekuestrua si provë materiale. Gjithashtu janë proceduar penalisht 32 vjeçari me inicialet MM, banues në Baks, për falsifikim dokumentesh pasi paraqiti një leje drejtimi të dyshuar të falsifikuar, një 42 vjeçare nga Mirdita për shpërdorim detyre dhe falsifikim dokumentesh shkollore pas kallëzimit të një 43 vjeçare nga Lezhë, e cila pretendon se gjatë vitit 2022 si drejtore shkolle ajo ka falsifikuar regjistrat e notave të nxënësve. Në një tjetër rast, shtetasi me inicialet MA, 31 vjeç nga Tirana, u procedua për tentativ vjedhje, pasi dyshohet se ka tentuar të vjedhë një celular në një autobus. Gjithashtu është shpallur në kërkim një 37 vjeçar për vjedhje, pasi në datën 10/6/2025 dyshohet se ka vjedhur disa pjesë këmbimi automjetesh në një subjekt në pronësi një 32 vjeçari në Bërdic. Ndërkohë, në Malësi të Madhe, një 52 vjeçar ka deklaruar se që nga data 9/6/2025 ka humbur kontaktet me babain 78 vjeçar. Policia po punon për gjetjen e të moshuarit. Materialet për këtë rast i kaluan prokurorisë për veprimet mëtejshme.